Plazhi i Darzezës, një ndër destinacionet më të frekuentuara në vijën bregdetare të Adriatikut në qarkun e Fierit. Vizitorët vijnë jo vetëm nga qyteti dhe zonat përreth Fierit, por edhe nga qarqet e Beratit, Elbasanit, Mallakastrës dhe zona të tjera të vendit. Sipas pushuesve, kjo zonë turistike bregdetare ofron kushte shumë të mira për pushime, rëra dhe uji i pastër i detit, ajri i pasur me jod, pishat përgjatë bregdetit, si dhe çmimet e përballueshme të ushqimeve, shezlloneve dhe shërbimeve të tjera, e bëjnë Darzezën një destinacion të preferuar për familjet shqiptare. Po ashtu, infrastruktura rrugore e përmirësuar ka lehtësuar ndjeshëm lëvizjen e pushuesve drejt bregdetit. Shumë vite që frekuentojmë këtu, i qetë, duket edhe... Nga vini jo? Edhe nga Elbasanit. Frekuentoni plazhin e Darzezës? Po, vim vit për vit. Cilat janë arsyet që udhtoni ka gjatë për të frekuentuar këtë zonë turistike? Është qetësia në radhë parë, shërbimet, çmimet në radhë parë, sa të shikojmë ne, çmimet janë të kënaqshme. Qetësia, pastërtia, siç e shikoni edhe ju. Qetësia me të gjitha, çmimet. Pse frekuentoni plazhin e Darzezës? Se është i qetë, është i sigurt, është i pastër. Çmimet janë të lira. Një shazllon është 5.000 lekë, nuk është shumë i arsyeshëm, sidomos për ne pensionistët. Nga vini jo? Elbasan. E frekuentoni për çdo vit? Për çdo vit. Me ndihmën e fëmijëve patjetër, se me pension nuk vim dot. Jeni të kënaqur nga shërbimi këtu? Nga shërbimi publik këtu mirë. Mirë, shumë mirë. Sipas mundësisë që kemi edhe ne, është mirë. Po roje plazhi ka, keni vënë për të garantuar sigurinë? Jo, nuk ka. Nuk kam parë. Të linjë nuk kam parë. Po sigurojmë vetën si kim shumë thellë. Një nga operatorët që ofron shërbime në plazh shpreh se këtë sezon ka një fluks të lartë vizitorësh, sipas tij produktet e detit dhe të gjitha shërbimet e tjera ofrohen me çmime të arsyeshme, të përballueshme për pushues të çdo kategorie. Mundohemi që ta mbajmë pastër ambientin dhe shërbimi këtej nga lokali, mundohemi të jemi sa më të lirë dhe të saktë. Cilat janë shërbimet që ofroni ju? Të gjitha, që nga peshku, mishi, të gjitha. Po çadrat sa kushtojnë? Kushtojnë 5.000 lekë. 5.000 lekë vjetra. 5.000 lekë. Po. Nga cilat zona vinë më shumë për të frekuentuar? Vinë nga Elbasani, Berati, Fieri, nuk diskutohet, Lushnja, në fshatrat e Lushnjës, nga Lushnja. Keni mbështetjen e pushtetit lokal të bashkisë kryesisht? Po, e kemi. Rrugën na e bëri, ajo ishte kryesorja. Ndihemi mirë. Për sigurinë, rojet e plazhit. Po, i kemi, rojet e plazhit i kemi çdo subjekt. I keni vetë, i paguni vetë? Unë kam vetë rojen e plazhit. Krahasuar me vitet e mëparshme, frekuentimi si është këtë vit? Për si vjet, krahasim me vjet është pak më tokët. Sipas pushuesve dhe operatorëve turistik, ndryshe nga vitet e mëparshme, gjatë këtij sezoni janë realizuar investime nga pushteti vendor në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, pastrimin e ambienteve publike dhe mirëmbajtjen e plazhit. Ata vlerësojnë gjithashtu se nuk ka pasur rritje të taksave vendore, çka ka ndikuar pozitivisht në ruajtjen e çmimeve të shërbimeve dhe në rritjen e numrit të vizitorëve.